dikush për Lor Kazanin për të bërë aki, dikush për të bërë politik, dikush për submuca njerëz tjerë, e kështu me radhë. Çfarë do të thotë jashtë Kazanit për ty? Që jemi jashtë ullisë, domethënë jashtë vargullës, megjithëse unë shumë shpesh për atë që e ka shpik shprehjen jam brenda Kazanit. Një gazetar dje dhe një gazetar sot, kush është ndryshimi? Dikur e konsideronin internetin burim informacioni, ndërsa tani e konsideronin internetin më tepër burim dizinformacioni. Media sot me media dje. Në momentin kur pronarët vendosën të bëhen editor, media ka pësuar një krizë të madhe besueshmërie. Në momentin që ti merr pagesën dhe ndërpret investigimin, atëherë ti humbet besueshmërinë. Dhe kudo të bësh gjobën e dytë s'ke më sukses. Një qytetar i thjesht ku duhet ndjekë dhe si duhet informohet. Nuk është më media me rol edukativ që edukonte shije, tani janë qytetarët që mundohen të edukojnë median. Ne e dim kush do fitoj, ne e dim kush do humbi, ne e dim edhe çfarë do ndodhi mbasi do humbi.